Okej, jemi së bashku në Viral, do të ndalemi tek lojrat olimpike, ato po marrin patjetër vëmendjen e të gjithëve, për arsye të mira dhe për arsye jo fort mira. Dhe ndalemi së pari tek ky lajm i cili në fakt është bërë patjetër shumë i përfolur gjithandej, për shkak se duket se medaljet olimpike po japin probleme. Konkretisht, pasi ngjiten në podium në lojrat olimpike, atletët presin që këto medalje të jenë një simbol i përhershëm i viteve të tëra pune, sakrifice dhe përkushtimi. Megjithatë, për disa sportistë, ky moment krenarie është shoqëruar me një problem të papritur, sepse medaljet e fituara me aq mund kanë rënë nga shiritat që i mbajnë. Në disa edicione të lojrave olimpike janë raportuar probleme me dizajnin dhe qëndrueshmërinë e medaljeve. Në disa raste, shiritat janë shkëputur pa kohë pas ceremonisë së ndarjes së çmimeve, madje edhe ndërsa atletët mund kenë qenë duke festuar. Pamje të shpërndara në rrjetet sociale tregojnë sportistë që sheshin me sikletë ose ndihen deri diku të bezdisur, ndërsa përpiqen që të kapin medaljet përpara se ato të bien në tokë. Edhe pse këto momente mund të duken edhe tingëllojnë komike, ato ngrenë patjetër shqetësime serioze për kontrollin e cilësisë dhe respektin ndaj arritjeve të atletëve. Aq më tepër kur tashmë prej kohësh po diskutohet sa i përket lojrave olimpike dhe trajtimin që u bëhet atletëve, që nga po themi aludimet për shtretërit e kartonit, aspekt të parahatshëm që i pengonin atletët pjesëmarrës në lojra olimpike që të kishin një performancë të mirë dhe të shkëlqyer, po kjo sa i përket një edicioni të kaluar, ndërkohë që këtë vit me sa duket medaljet janë bërë problem. Sepse në fakt ato nuk janë thjesht një objekt dekorativ, po kanë një vlerë të thellë emocionale dhe simbolike. Për shumë atlet, fitimi i një medaljeje përfaqëson kulmin e një jete të tërë stërvitjeje, sakrifice personale dhe ndër të tjera edhe krenarie kombëtare. Kur një medalje prishet ose shkëputet nga shiriti, kjo mund të perceptohet si një nënvlerësim i arritjes dhe zhgënjimin e tyre, duke theksuar se disa sportistë me sa duket kanë dalë hapur dhe e kanë shprehur pikërisht ato që mendojnë, që është një zhgënjim të cilin nuk e kanë pritur dhe që nuk duhet të ndodhin probleme të tilla në evente kaq prestigjioze sikurse edhe janë shprehur ata. Komitetet organizuese dhe prodhuesit e medaljeve i kanë pranuar këto probleme dhe në disa raste kanë ofruar edhe zëvendësime ose riparime, ndërsa dizajnimi i medaljeve kërkon balancimin mes estetikës, qëndrueshmërinë dhe qëllimeve mjedisore, funksionaliteti nuk duhet të vihet kurrë në plan të dytë. Në fund, edhe pse një shirit nuk e zbe, po themi, suksesin e artistit, ai nxjerr në parë rëndësinë e vëmendjes ndaj detajeve në ngjarjen më të madhe sportive në botë, kështu që patjetër që ka rëndësi.